Dashi, sot asgjë nuk do të bëhet gjysmë. Saturni dhe Venus do ofrojnë forcë të palkundur që ju udhëheqin me siguri drejt dëshirave tuaja. Për ju që dëshirojnë, momentet e qeta nuk ishin parashikuar, duke shkaktuar një vogël shqetësim papritur për disa çaste. Është më e mirë të diskutoni hapur me partnerin tuaj, duke bërë aktivitete që dikur as nuk I kishit imagjinuar. Beqarët s'keni nevojë të mbytni vëmendjen vetëm nga pamja e jashtme, pasi shpesh kjo rezulton shkënjyese. Në punë është më e mençur të mos lini rastësinë, por të kontrolloni çdo detaj para veprimit. Mos kryeni gabime, të cilat me lehtësi mund t'i evitoni. Dielli dhe Mërkuri gjithmonë sjellin qëndrueshmëri në sektorin e financave. Ju nuk do hasni problem nëse kryeni edhe një shpenzim më shumë. Demi. Sot ekziston rreziku që ditat ju sjell sfida të mëdha, duke ju lënë shpesh në vështirësi të konsiderueshme për të vazhduar përpara. Nëse jeni të lidhur, shmangni teprimin e tepërt me xhelozi të panevojshme dhe mos nxirrni kot xhelozi nga partneri juaj realisht. Ai nuk do të jetë në humor të mirë, mund t'ju sjellë probleme. Nëse jeni beqar, do të keni shumë mundësi për takime, por nuk duhet të merrni hapa të menjëhershme. Her pas here, njoftohuni vetëm me një ori. Në ambientin e punës nuk keni obligim të pranoni çdo gjë me fjalë po, por as nuk duhet asnjëherë të refuzoni çdo kërkesë që shefat ju paraqesin. Buxheti do ekuilibrohet me ndjeshmëri dhe mund të bëni disa investime. Binjakët. Sot me besim do tregoni mjeshtërinë e komunikimit dhe do të zgjidhni çdo situatë pa shkaktuar asnjë problem. Nëse jeni në një marrëdhënie serioze, ajo nuk do të jetë as pak e pakëndshme. Do të kuptoni më thellë atë që keni pranë jush dhe me besim mund të filloni të hartoni plane për të ardhmen. Beqarët do të keni fat në dashuri, pasi gjithçka duket se ndryshon për ju një herë e mirë. Në punë do keni debate të gjata me drejtuesit dhe shpresa do t'ju ngjallë se nesër çdo gjë do shkojë më mirë. Buxheti do të jetë shumë më I mirë se disa ditë të kaluara, por kjo nuk nënkupton që të mbyllni sytet dhe të shpenzoni para pa menduar, sigurisht. Daforia. Sot mendimet tuaja nuk do të jenë të qëndrueshme, ashtu që nuk do të kushtoni vëmendje të plotë atyre që ju flasin. Ato që janë në lidhje, edhe pse thellësisht të dashuruar, duhet të keni kujdes sot, pasi ekziston rreziku që të mos rezistoni realisht temptimit për të flirtuar me dikë tjetër. Keni kujdes, sepse pa kontroll të plotë të vetes, gjithçka do kthehet dhe do pendoheni. Beqarët do të kaloni një ditë të qetë pa asnjë takim të paharrueshëm. Në punë do të merrni mbështetje të madhe nga kolegët dhe nuk do të rënoheni sigurisht. Falenderojeni dhe ruani marrëdhëniet me ta në mënyrë të shkëlqyer. Në çështje financiare, dëgjoni me kujdes këshillat e vlefshme që do t'ju japin specialistët. Luani. Sot do të merrni përgjigje për pyetjet e jetës suaj dhe do të ndiheni më të qetë. Nëse jeni në një marrëdhënie të fortë, ajo do të jetë vërtet ideale. Pasioni do të ndizet si më parë dhe do t'ju duket se jeni thellësisht në ëndra. Beqarët do të jeni aktiv dhe do të përfitoni nga njohje të reja. Vazhdoni me kujdes secilin individ, pasi dikush mund të jetë ai I dorë. Në punë do të jeni shumë të fokusuar dhe do t'i finalizoni projektet e filluara deri fund. Gjithmonë kontrolloni me kujdes para se të bëni hapin final. Në aspektin financiar, planetët do t'ju bëjnë më racional dhe të kujdesshëm, kështu që gjendja do të mbetet e mirë. Virgjëresha. Sot do të përjetoni ndjenje të mrekullueshme dhe të paharrueshme, saqë në shumë raste do t'ju duket sikur jeni jashtë realitetit të përditshëm. Do të merrni edhe vendime të rëndësishme. Nëse jeni në lidhje, jeta juaj do të shkëlqejë. Asnjëherë nuk do të mbuloheni nga melankolia, pasi yjet e qartë do të krijojnë një atmosferë fantastike për ju. Nëse jeni beqar, mendoni mirë para se të bëni hapa, pasi në të kundërt mund të gaboni rreth shumë gabime. Në punë do të jeni të përqendruar dhe nuk do të gaboni asnjëherë. Sigurisht do t'ju ndodhin gjëra vërtet interesante. Në financa, tregohuni sa më vigjilent që mundeni dhe gjendja do të mbetet as pak problematike gjithmonë. Dashuria. Sot mbështetuni fort në atë që ju bin, jo në supozime të pabazuara, pasi kjo ju ndihmon të arrini më shumë sukses ndryshe. Nëse jeni në një lidhje, jeta juaj emocionale do të duket edhe më delikate se ditët e kaluara ndjeshëm. S'ka gjë alarmuese, por do të ketë debate të gjata dhe mosmarrëveshje për çështje të parëndësishme. Beqarët nuk do t'ju ndiheni ende gati për të filluar një marrëdhënie dhe do të refuzoni ftesat që t'ju bëhen. Në punë do t'i caktoni vetes qëllime dhe nuk do të ndaloni derisa t'i përmbushni ato sa më shpejt. Rruga do të jetë e vështirë, por është pamundur. Do të menaxhoni kohën në mënyrë të përsosur.
Mbani financat në kontroll me kujdes, nëse nuk doni asnjë probleme serioze në të ardhmen. Akrepi. Sot merrni kohë të mendoni thellë dhe me kujdes mbi zgjedhjet që duhet të bëni, për t'ju shmangur pendimeve nesër, realisht sot. Për të dashuruarit, sot do të ketë shumë sfida dhe nuk do të ndiheni të qetë. Mbi shumë çështje, nuk do të arrini të jeni dakord me partnerin, gjë që mund të shkaktojë debate. Beqarët nuk do të ndiheni të gatshëm për ndryshimin e status, edhe pse do të merrni propozime. Në të vërtetë, është shumë më mirë të mos vënoni fare. Në punë, askush nuk do t'ju pengojë të realizoni që dëshironi, por vështirësitë për ju do të jenë të shumta. Saktësisht, nuk do t'ju arrijnë objektivat. Financat do t'ju tregojnë si t'i menaxhoni gjithmonë. Shigjetari. Falë ndikimit të Mërkurit dhe Hënës, sot do të përshtateni më lehtë me çdo gjë dhe nuk do të debatoni me ata rreth jush asinkronisht. Nëse jeni në një marrëdhënie dhe kohët e fundit keni përjetuar vështirësi, sot gjendja do të fillojë të stabilizohet. Do t'i kuptoni gabimet e bëra dhe do të kërkoni falje menjëherë. Beqarët do të keni mundësi të pakta për aventura jashtëzakonshme, asgjë më shumë se kaq. Në punë do të jeni konkret dhe realiste, kështu që shumë do të evoluojë pozitivisht. Do të nënshkruani edhe kontrata të reja shumë të vlefshme. Buxheti do të jetë shumë i mirë, por nëse shpenzoni pa menduar për të ardhmen, gjendja do të destabilizohet. Britsjapi. Gjatë gjithë kësaj dite do të jeni të kokëfort dhe nuk do t'ju pëlqejë që të tjerët të theksojnë gabimet tuaja, pa mëshirë. Do të futeni edhe në kontradikta. Ata të dashuruarit do të përjetojnë ndryshime të shpeshta në humor, gjë që realisht mund të nxjisë debate me njëri tjetrin. Keni kujdes me fjalët që thoni, vendimet që merrni, sepse ato janë thelbësike. Beqarët nuk do të dëshironi as pak të shfaqeni në takime formale ku do t'ju ftohen, duke mbetur vetëm gjithmonë. Në punë duhet të përpiqeni të përdorni komunikimin për të zgjidhur problemet, sepse me ina do t'i ndërlikoni vetëm gjërat realisht. Në fushën financiare, gjendja do të përmirësohet realisht më shumë se sa mendoni. Ujori. Sot do të përjetoni një ndjesi se përfundimisht jeni në harmoni me veten dhe do të ndiheni shumë më të qetë plotësisht. Për çiftet e dashuruara, paqja do të mbizotërojë gjithmonë. Çdo moment do të ndiheni mirë me partnerin tuaj dhe emocionet do të jenë të forta. Beqarët do të jeni gati edhe për çmenduri, vetëm që të mos mbeteni më të vetmuar. Pas ditën, me siguri do të ketë surpriza. Në punë, mos u teproni as me lodhje as me mosveprim, sepse shpejt mund t'ju lindin problemet. Më mirë përmbushni me përkushtim detyrat që keni, pastaj rini. Në financa do t'ju dal fatin me shumicë. Jo vetëm do t'i kryeni të gjitha shpenzimet, por gjithashtu mund të hiqni edhe para mënjan. Peshqit. Marsi do t'ju iritoj fund gjatë kësaj dite. Do të jeni shpesh shpërqendruar dhe mund të ndiheni të lodhur. Për ju që dashuroheni, Venusi do të jetë i pozicionuar keq, duke sjellë probleme të njëpasnjëshme mes jush. Në disa momente do të mendoni realisht për ndarje. Beqarët nuk do të keni komplekse dhe ka gjasa të hidheni në krahët e personit të parë që do t'ju propozojë. Në punë do të keni shumë detyra për të kryer dhe mund të lodheni fizikisht. Kërkoni leje dhe bëni pak pushim. Financat do të përmirësohen pas një lotarie që do fitoni. Përpiquni që të hiqni disa para menjëherë.